Janë një pjesë shtetarëve Antigon, të cilët thonë me zemër e kisha agjëru, po s'muj me najt pa kafe, po s'muj me najt pa ujë, po cigare, ku ta dion, i kanë disa praktika, rutina që menojnë që su një lëvizin. A pajtohesh me faktin që njerëz nuk mund ta ndrojnë një shprehi? A pajto. Po i sfidojnë pak, Unë e di jo që s'pi besojmë. Unë e di që ata munden, unë e di që ata munden, por që ndonjëherë njerëzit e varin komplet jetën e tyre në diçka. Për shembull, dikush e ka panik nëse nuk e ka një tabletë të cilën e konsumon me vite për një problem caktuar shëndetësor. Dhe nëse shkon dikon mysafir dhe nuk i ka ato tableta, fillon me ka panik. Domethënë, komplet jeta e tyre varet në atë rutinë. Ose është mësuar me funksionu me 5 kafe në ditë, dhe thotë nëse nuk i pi 5 kafe unë s'funksionoj, ose 3, ku diun, sasi caktuar të kafes. Nuk kemi lind me atë aparatin e kafes në dorë ose me filxhanin e kafes. Do të thënë që organizmi jonë nuk e ka patjetër me funksionu me kafe, mundet me funksionu edhe pa atë kafe, por që ajo është mbetet butkuptimi i personit, dën ose nuk dën, ose mundet me u sfidu ose s'mundet, sepse nuk po du me i gjyku, po du me ju tregu që munden me e bo, se s'ka kur gjë që s'munden me bo, por që të njëherë njerëzit thjesht nuk janë gati me sfidu vetën, për shembull ka një gjendje tjetër në të cilën ndodhet edhe thjesht si jam gjendje tash me najt edhe pa kafe, se ka probleme tjera, kështu që edhe nuk po du me i gjyku as ata. Jo, absolutisht jo me i gjyku, po nështë me i ndihmu, për shembull me ja u tregu disa mekanizma që mund me i provu, apo munden me të vërtet me ja dalë. Munden me testu, gjithmonë s'kemi nevojë me fillu me 30 ditë, hajde bëne ditën e parë, vendose një ditë. Ka edhe persona që agjërojnë ditën e parë, ditën e fundit, do thënë se aq ndjen se munden. Do thënë, kjo krejt është në kuadër të asaj që me a dëshmu vetët që munden, sepse pa provu kur s'mundesh me ditë sa mundesh. Por ka shumë rëndësi edhe ajo që këta në feje quajnë njeti, ose qëllimi kur ti ke vendos me e bo, ka shumë rëndësi sa i vendosu njën ato që dën me e bo, edhe ideja është a dën as dën. Jo a moj as moj. Se shpesh dojmë, po nuk e kem njetin. S'dën i bje.